sot, nëse do të gjesh, ky është tradhtari më i madh për çdo lloj gjëje. Nëse do realisht të bësh punë skrupuloze, hetimore, kjo është. Edhe ata zotrinjt e Spakut apo të prokurisë në Shqipëri, shumicën e sukseseve të tyre kanë pasur nga encrociati nga gjitha, nga ato produkte. Ne nuk e kemi këtë mundësi. Polakët e kanë, turqit e kanë, italianë dhe gjermanë, të gjithë vendet e BE-s i kanë, se ne nuk i kemi as me ligj këtë mundësi, nuk e kemi as praktikisht me software, me hardware këto kapacitete. Kolegët ma kanë dhënë si detyrë shtëpie për t'ja u thënë këtë gjë dhe do t'ja u them për të shpëtoj dhe shpirtin para këtyre. Ju nga ndonjëherë ose shpesh na drejtojni ne me kërkesa shumë të drejta, po me parametra tepër të lartë. Tepër të lartë. A thua se ne jemi autoriteti gjerman apo italian i konkurencës. Po të shikoni realisht pagat tona, veçanërisht atë mjediset ku ne punojmë, që janë të njëjtat mjedise me 2003-shin. A institucion është vendosur në 2003-shin në një sallë dhe ishte parapar ato ambiente për 20 punonjës, 5 antarë të komisionit dhe 15 staf. Sot jemi 49, vazhdojmë punojnë, këta punojnë me nga 7-8 veta në një ambient, ne jemi me një tualet. Pra gjitha zonjat tona shkojnë të gjitha atje, mos ta banalizoj, po nuk është banalitet, është përditshmëria jonë në fakt, është përditshmëria jonë. Se kemi dëgjuar ca paga dje që dhe po të dini pagat, ne jemi autoriteti me pagat më të ulta